Koço Theodosi, ish antari i Byros Politike dhe Ministër i Industrisë e Minjerave, u akuzua në vitin 1975 për sabotim dhe u dënua me pushkatim bashkë me Abdyl Kolezin. Sipas dokumenteve të gjyqit, në fazën hetimore ai nuk pranoi veprimtari armiqësore, por gjatë procesit gjyqësor pranoi çdo akuzë të paraqitur, edhe deklarime që duken të pabesueshme. Në dëshminë e tij, Theodosi flet për përpjekjet e regjimit për kërkime nafte dhe gazi në det. Ai shprehet se kishte dyshime për realizimin e këtij projekti për shkak të mungesës së kushteve teknike dhe shkencore, por nuk i bëri publike këto rezerva dhe urdhëroi nisjen e studimeve. Projekti u përqendrua në zonën e Bishtpallës, mbi bazën e të dhënave të kufizuara gjeologjike. Sipas tij, u mor vendim për hapjen e një pusi në det me struktura metalike dhe pajisje të importuara, por zbatimi hasi pengesa si mungesa e materialeve, mjeteve detare dhe eksperiencës. Përpjekjet alternative, si shpimi i një pusi të devijuar nga bregu, gjithashtu nuk u realizuan. Në gjyq, ai pranon përgjegjësi për dështimin e projektit, duke e lidhur atë me veprimtari armiqësore të përbashkët me varësit dhe me qëndrime kundër vijës së partisë. Thekson se nuk informoi drejtuesit për problemet dhe lejoi zvarritjen e punimeve. Gjithashtu pranon se nuk u zbatuan urdhrat qeveritar dhe se fondet e akorduara nuk u përdorën sipas qëllimit. Në fund ai pranon se kërkesat për pajisje dhe kredi nga Kina nuk u plotësuan dhe se projekti mbeti pa realizuar.